marrë informacionet. Mirëmbrëma Habi. Erneta, mirëmbrëma nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ora shënon 19:03 minuta, çka do të thotë se zyrtarisht të gjithë qendrat e votimit në 38 komuna të Republikës së Kosovës janë të mbyllura. Bëhet fjalë për mbi 900 qendra votimi me mbi 2 milion qytetarë të cilët kanë pasur të drejtën e tyre për të hedhur në kuzhinë e votimit votën që ka përcaktuar tashmë se kush do të jetë drejtuesi i tyre lokal. Edhe pse këto zgjedhje në Kosovë kanë një specifik po themi paksa ndryshe nga lokalet në Shqipëri, sepse e gjithë lufta duket se zhvillohet në 2 raunde. Në raundin e parë, ne vetëm pas pak do të kemi të paktën rezultatet e exit polleve të para. Në raundin e parë kalojnë të gjitha ata kandidatë të cilët kanë arritur të sigurojnë 50% plus një vot, ndërkohë që nëse në komunat përkatëse nuk ka asnjë subjekt politik apo kandidat që ka arritur këtë shifër, ata kalojnë më pas në raundin e dytë që pritet mbahet në Kosovë me datë 9 nëntor. Nga çfarë kemi mundur të kuptojmë deri më tani apo informacionet e marra nga exit pollet që sapo kanë filluar të dalin për publikun, mendohet se 4 ose 5 komuna i kanë zgjedhur tashmë me 50% plus një vot drejtuesve të tyre lokal dhe pjesa tjetër pritet të shkojë në balotazh. Erneta, ka qenë një betejë e ashpër për disa komuna. Vlen të nënvizohet kryeqyteti Prishtina, një gara hapur mes lëvizjes vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Një tjetër komunë mjaft interesante është ajo e Mitrovicës së Jugut, ku në krah të vetëvendosjes kandidon Faton Peci, njeriu i afërt i Albin Kurtit, dhe nga vlen po ashtu teksohet edhe ajo se çfarë ka ndodhur në komunën e Drenasit, ku ka një tjetër lloj sfide që është një sfida apo një përballje brenda, po i quajmë kështu, kandidatura, edhe pse njëra jo zyrtare e PDK-s, tjetra me siglën zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës. Për sa i përket pjesëmarrjes, jemi diku te mbi 38%, por vetëm pas paktu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të kemi edhe një përditësim, më saktë dhëna konkrete për pjesëmarrjen deri në përfundim të këtij procesi. Nëse më lejon të ndalem pak, Erneta, edhe tek çështjet e incidenteve. Si ka qenë në tërësi situata? Komunat veriore, po. A pati incidente s'pati? Po, në mëngjesit në komunat veriore u raportua për grupe votuesish të cilët shkonin në qendrat e votimit të organizuara apo në tuf, duket se serbët aty u bashkuan edhe për treguar kështu një lloj epërsie në këtë komunë, për të parë se cilat do të jenë rezultatet. Aty meqense lista serbe u fut në gar pas braktisjes që i bëri zgjedhjeve lokale të kaluara. Nga krahu tjetër kemi incidentin i cili u raportua në Drek rreth orës 14:30 minuta në Drenas, por që sipas institucioneve përkatëse të shtënat me armë në një fshat të Drenasit nuk kishin të bënin me zgjedhjet lokale, dhe pse unë nënvizova që aty tensioni mes 2 kandidatëve zyrtar dhe zyrtar të PDK-s është i lartë dhe aty pritet të shihet se çfarë do të ndodhi, dhe nga krahu tjetër është raportuar po ashtu në mënyrë zyrtare edhe nga policia e Kosovës për sekuestrimin e disa fletëve të votimit të cilat vinin nga Serbia dhe që kishin për synim të paktën sipas autoriteteve të hidheshin në kutitë e votimit të komunave veriore. Për ta lidhur edhe me atmosferën festive, mbrëm pati një fest madh atje në Kosovë, në Prishtinë ku je ti, po ndërkohë që ka qenë një fest që ka vazhduar edhe ditën e sotme, pasi pam në një nga fletët e votimit paktën që përbën një kuriozitet ishte gol shënuesi, pra i që shënoj emri i atij që shënoj golin, Rej Manaj, apo jo. Si kanë qenë reagimet sa i përket ndeshjes edhe gjatë ditës së sotme? A vazhdoi ajo atmosfera festive? Në fakt, mbrëmjen e djeshme deri pas mesnate, të gjithë sytë ishin nga, apo të paktën emocionet ishin nga ajo që prodhoi Leskovaci, edhe Prishtina u vesh kuqezi, pati një reflektim të kësaj atmosfere edhe gjatë ditës së sotme në kutitë e votimit, në fletët e votimit ishte shtuar edhe emri i gol shënuesit që bëri krenar të gjithë shqiptarët këtej dhe andej kufirit Rej Manaj si kandidat për drejtimin e një komune dhe qytet
qytetari që e kishte dhënë pikërisht votën këtij sportisti që bëri krenar të gjithë shqiptarët. Pa diskutim që Prishtina u zgjua me entuziazëm, por në orën 7 qytetarët një pjesë e tyre zgjodhi që të drejtoj deri përpara pak minutash qendrave të votimit, sepse këtu Erneta situata politike është e ngarkuar edhe për hir të faktit që këto zgjedhje lokale po bëhen pa një qeveri qendrore, po bëhen pa zgjedhur kështu ende qeverinë e re nga votimet e kaluara të 9 shkurtit. Hapi, të falenderoj, ndërkohë që ne do të vijojmë kur të ketë informacione të tjera